Qose Partia Socialiste do të marri pushtetin prapë me 74 vota. Çfarë do të bëni dash? Pasigurë, do bëjmë atë që kemi bërë gjithë jetën. Do bëjmë, do t'i rezistojmë, si me thënë, kësaj qeverie, do bëjmë luftë, do rezistojmë parlament, do ngrejmë dorën kundër, do majmë fjalën, do vim këtu këtë ty për të folë. Atë që bëhet në një shtet. A menon se ndoshta vetë ne si shoqëri, por edhe si politik, si njerëz politikës, nuk jemi të përgatit për demokraci dhe shtet të drejtës? Po dhe më normal më bo. Se edhe kjo t'ja vjen fajin vetëm i njeriut, ja vum me Enver Hoxhës 50 vjet, ja vum Zogut, ja vum. A mendon se vetë shoqëria jonë nuk ka një ndërgjegje dhe nuk ka një respekt për vetë vendin e vet. Ne nuk kemi respekt, me që ardhëm fal për ndërtimet publike. I kanë bë dash pa pyet njëri, domethënë, ta thash pak përpara kur ishim jashtë. Shif Greqinë si i ka bë me Taraca, ajo Saranda unë nuk shkoj ç'të bësh atje. Mirë po, ore. Unë them që çdo shoqëri emancipohet, dal nga dalë, ndryshon. Pra është proces. Po të shoqëria e Shqipërisë në 90-ën, isha la gjysma Shqipërisë mbrapa malit apo? Si që e këti prit këti që do merrem me demokracitë. Si u mësoka demokracia për një generatë. Absolutisht. Kështu që tu ka vende shumë të emancipuar. Anglia ka filluar vitin 1000 me karta manja. Të shiti ku ishe Gjermania, Italia, shoqëri super të emancipuar dhe kaluan dekada me dhune, me faqishëm. Pse? Sepse nuk e kishin këtë shoqëria shqiptare, sigurisht ne nuk do presim shekuj. Se kohët kanë ndryshuar, brezat e reja në emancipuar, mjetet e komunikimit kanë ndryshuar, edhe shoqëria shqiptare ka ndryshuar shumë. Absolutisht. Unë nuk e shoh në sensin negativ këtë. Jo, më jam. Ka ndryshuar shumë, sidomos ekonomikisht. Janë brapa institucionet publike. Solle i pyetje, bravo dash. Solle i pyetje. Ekonomikisht, sot shqiptarët a vujnë për bukësh, unë se shoh varfërinë. Nuk them që vujnë. Që thot, për shembull, pozita, se edhe kjo dash, që bë Berisha me të tit. Po lere më se që Berisha, se kur ishte ky zotnia, kur bënte opozitë dhe ky deri 2013, çfarë kujtonti se çfarë mjetesh demokratike, progresiste përdorte. Po këto i njëjti fjalor më.